Me 15 mars të vitit 2019, për herë të parë kishin nisur punimet për zgjerimin e segmentit të rrugës nacionale Dolce-Gjakov. Projekt ky, i cili ishte planifikuar aso kohë të kushtonte 57 milion euro. Por që nga ajo kohë deri më sot ky projekt ende nuk është finalizuar, duke u bërë shqetësim i vazhdueshëm për të gjithë ata që qarkullojnë në këtë rrugë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, i pyetur se pse projekti është stërgjatur kaq shumë, është shprehur se projekti në fjalë nisi si premtim elektoral dhe se rrugët e trashëguara gjithmonë po zgjasin në realizim të plotë. Çdo rrugë, çdo urë që nisim ne kryhet shpejt. Për ato të trashëguarat po zgjatën tërkus, për shkak se janë bërë pa projekt, pa plan, pa planifikim, pa përgatitje të duhura. Dhe tazon kjo rruga Dolce-Gjakov, kjo ka nis pa projekt, se ka nis si premtim elektoral. S'ka pas ura fare aty. Dhe tash neve na duhet t'i bëjmë këto, edhe mbikalimet, edhe kyçjet, nyjet, urat. Ka pas një shpronësim të viteve 70-ta, për të cilin është humbur dokumentacioni. Dhe të gjithë ju e dini shumë mirë që ka pas edhe arrestime për çështjen e kësaj rruge. Kryeministri Kurti gjithashtu tha se tashmë është qartë se rruga do të finalizohet vitin e ardhshëm. E kemi përcaktuar vijen dhe gjithçka që del jashtë shpronësimit të viteve 70-ta, ne po ashtu e që është e nevojshme çdo parcelë ta shpronësojmë dhe në vitin e ardhshëm synojmë që ta përmbyllim këtë gjë, por edhe një herë po e ritheksoj, janë keq menaxhimet, mungesa e planifikimeve që na ka sjellë në këtë pikë. Kujtojmë se me një vendim të qeverisë së Kosovës, së fundmi nga kategoria kursimeve, janë ndarë edhe 1.5 milion euro që Ministria e Infrastrukturës i ka destinuar për rrugën Dolce-Gjakov.